Përshëndetje gjithëve miq, takohemi në këtë episod të radhës të Albania Newscast. Fillimisht dua ta filloj me një falënderim për gjithë juve që na jepni komentet tuaja, janë me qindra, janë me mira. Ju falenderoj që bëni këtë gjë, vazhdoni bëni. Ne I lexojmë të gjitha komentet dhe patjetër që japim edhe një feedback. Si e thash, kanë patur shumë komente nga intervista e fundit me zotin Memusha Bilej për atë që ka qenë industria e armatimeve të Shqipërisë. Dhe kam përsëri ditën e sotme atë edhe në studio, do flasim për një tjetër çështje, do flasim përsëri për çështje që lidhen me ushtrinë, por do flasim për ato që kanë qenë planet sekrete që ka patur Shqipëria për Kosovën. Por padyshim nuk do të harrojmë edhe industrinë e armatimit, do bëjmë diçka specifike edhe në ditët në vijim. Ju vijoni, jepni komentet tuaja, bëni subscribe, si e thash do t'i lexojmë me shumë vëmendje dhe ndërkohë na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit kuqezi.net, edhe aty do kemi edhe pasqyrime të gjithë tyre elementeve që thash edhe pak më sipër. Zoti Abila e kam përsëri në studio, si e thash, ditën e sotme. Zoti Abila, faleminderit. Kënaqësi që të kam përsëri. Shumë reagime nga njerëzit për intervistën tonë të parë. Patjetër disa na quanin nostalgjik, disa na kritikonin, disa na vlerësonin, por ne kemi thënë vetëm të vërtetën, apo jo? Po. Është e natyrshme që do ketë mendime nga më të ndryshmet, janë të pranueshme, edhe I presim edhe ato që janë kundër dhe ata që patjetër, I mirëpresim, por ajo që duhet dinë shumë njerëz është që Shqipëria ka patur një periudhë, sidomos gjatë regjimit komunist, që disa sektor kanë qenë shumë të avancuar, ndoshta kanë qenë më të avancuar edhe se vetë vendi, por gjithsesi ky është një tjetër debat që nuk do ta bëjmë ditën e sotme. Sot do flasim për krijimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me zotin Abilaj që ndoshta pak e din, por rrënjët I kanë në Shqipëri dhe para viteve 90 apo jo. Po. Si filloi gjithçka? Çfarë mund themi në analizën e fundit që ne bëm bashk, ju më hodhët edhe një ide të vogël për ta diskutuar UÇK-n, sepse Shqipëria ka patur një plan nëse do kishte një situatë në Kosovë, por I marrim hapasapi. UÇK-ja. UÇK-ja zyrtarisht është krijuar pas vitit 1990, ndërsa në fakt rrënjët e saj janë rreth vitit 1980. Nëse më lejoni të përmend një dy gjëra lidhur me gjendjen e Kosovës para vitit 90. Dhe si ka qenë informacioni që ka patur Shqipëria? Ne kemi një shekull e gjysmë konflikt Serbi-Shqipëri, që kur u shkëputën pjesët kryesore të Shqipërisë, në atë kohë në perandorin turke, dhe ju dhanë principatës së Serbisë, e cila mori statusin e një shteti të pavarur nga Kongresi I Berlinit. Evropa shkëputi si fillim pjesën e Nishit dhe të Sanxhakut dhe më vonë tentoi për plavë negoci dhe përfundoi tek Tivari dhe Ulqini që ju dhanë Malit të Zi dhe Serbisë, që atëherë filluan konfliktet ndërmjet popullit shqiptar dhe Serbisë. Vendimi I Evropës për t'ia dhënë këto copa toke shqiptare Serbisë çoi në atë që Serbia pasi I mori përzuri rreth 150.000 shqiptar nga këto troje dhe ka bërë dhe masakra. Llogaritën që në 1880 me shpërnguljen e shqiptarëve ka patur dhe deri në 5.000 viktima nga reprezalet që ka ndërmarrë Serbia ndaj popullsisë shqiptare. Pastaj vjen 1912, 1913, shpallet pavarësia, Evropa përsëri bën të njëjtin gjë duke I dhënë Serbisë Kosovën. Një pjesë të Malit të Zi, pastaj në jug Çamëria dhe vazhdoi po ajo politik genocidi ndaj popullsisë shqiptare. Si dhunë, shtypje, mohim të drejtash. Vetëm gjatë luftrave ballkanike 1913-14 serbët kanë azgjësuar deri në 50.000 shqiptar në trojet shqiptare të Kosovës. Pra një genocid I papar. Dhe është bërë dhe buje madhe në Evropë në shtypin e kohës e tjerë, megjithatë Evropa bënte
Sehirgjiun, sepse donte që të forconte Serbinë në veri dhe Greqinë në jug kundër Turqisë. Serbia do të ishte edhe një mbështetëse e fuqishme për perandorinë carise në Ballkan dhe njëkohësisht do të ishte edhe një shtet kontrabedal kundër Austro-Hungarisë. Dhe Kjo ka qenë loja. Kjo ka qenë loja e politikës së madhe evropiane. Dhe dihet që Serbia u bë dhe shkaku i luftës së parë botërore, sepse organizata terroriste vranë Dora e Zezë, Dora e Zezë, e cila vazhdoi një kohë të gjatë dhe më mbrapa. Nuk e di zhdukur apo jo, po gjithsesi mund. Pastaj kjo politik vazhdoi në të gjitha format. Në 1937 kemi një akademik racist i cili Vaso Čubrilović, i cili publikoi një studim të tij, një plan për shpopullimin e Kosovës. Dhe shumë i debatuar dhe i diskutuar ende tezat e tij. Çfarë thoshin tezat e tij? Čubrilović. Puna e parë, shqiptarët janë në gjendje të bëjnë shtet. E fillon dhe këtu, prandaj ne duhet t'i çfarosim etj dhe ti përzëm nga troje, ti qojmë në Turqi, se janë turqë, ti qojmë në Shqipëri ata që pretendojnë që janë shqiptare etj dhe këto toka ti marrin serbët. Dhe kjo ishte vazhdimi i politikës shtetërore, se janë çvendosur rreth 200.000 kosovar nën presionin e politikës genocidiste të Beogradit. Edhe me viktimat shumta. Dhe kanë ardhur pothuajse 200.000 kolon sërb dhe malazes të vendosur në tokat shqiptare. Pra ishte një politikë zyrtare të cilën e mbështeste Evropa dhe këtë memorandumin e Vaso Čubrilovićit e ka duartrokitur gjithë Evropa. Dhe gjitha akademitë e shkencave e kanë mbështetur. Dhe po ta krahasojmë, ky memorandum ishte kopje e teorisë naziste për çfarosjen e popujve. Popujt e dorës dytë, dihet shumë mirë kjo, në teorinë e nazizmit, duhet të eliminohen ose të kthehen në sklever të popujve të dorës parë. Po Shqipëria ose Kosova, si ka qenë përballë këtij agresioni? Ka qenë vend i shtypur. Ka qenë, si të thuash, dhe është trajtuar gjithnjë edhe në periudhën socialiste, që u ndërtua një Jugosllavi socialiste, ka qenë populli i dorës dytë, nga të gjitha drejtimet. Për shembull, në 1980-ën, po shikojmë vetëm të ardhurat, aty kuptohet. Jugoslavia kishte një mesatare $2.600–2.800 për frymë në vit të ardhurat, ndërsa Kosova kishte $600–700 për frymë në vit, 1/4. Më pak se 1/4. Kjo në llogaritje me të ardhurat që kishte Jugoslavia, ndërsa në qoftë se do t'i krahasonim me Republikën e Slovenisë, ishte 1/6 e të ardhurave që kishte Slovenia, se ishte republika më e avancuar ekonomikisht në Zotja Bilej, si e ndiqte Shqipëria e regjimin komunist gjithë zhvillime në Kosovë? Kishte informacion? Si funksiononte pjesa e raporteve të padukshme? Nuk po flas për ato dukshme sepse nuk kishim raporte me Jugosllavinë apo. Politika jon mas çlirimit të vendit kishte vështirësi të mëdha në të gjitha drejtimet. Vendi ishte i shkatërruar, ne s'kishim bukë për të ngrënë, dhe megjithatë pati interesim për të gjetur një rrugdalje lidhur me çështjen e Kosovës. Në takimet që ka bërë Enver Hoxha me Titon mbas vitit 45, Enver Hoxha i ka kërkuar që Kosova të shkëputet dhe t'i kaloj Shqipërisë. Dhe Tito i ka pranuar zyrtarisht dhe i ka thënë që dakord jam, po tani për tani nuk është momenti sepse reaksioni serb është shumë i fuqishëm. Pyetje këtu, sepse kam lexuar unë disa libra historianësh, thonë të kundërtën që Serbia ose Tito ishte shumë afër marrjes dhe të Shqipërisë dhe Enver Hoxha era dakord që Shqipëria të bëjë pjesë dhe ishte një nga republikat e shtata, mos gabohem, e Jugosllavisë. Është e vërtetë e ndaloi Stalini.
Po, ishte ideja e krijimit të një federate ballkanike. Ideja e kësaj federate është hedhur nga Churchilli, që Ballkani të mlidhet në një shtet, në një federat, siç është Jugosllavia me 5-6 kombe të ndryshme, të hyjë këtu dhe Shqipëria dhe Bullgaria dhe ndonjë shtet tjetër. Kjo tani ran ndesh me pikpamjet që kishte shteti sovjetik. Stalini e pa këtë si një tentativë për t'u kundërvënë Bashkimit Sovjetik. Domethënë të krijohet një perandori në Ballkan, një federate e madhe, e cila mund të hapte probleme të tjera. Dhe duke patur parasysh që janë kombe të ndryshme, të cilat është vështirë që ti mbash në një shtet, ai ishte kundra. Dhe qëndrimi i Stalinit bëri që ne të prishnim marrëdhëniet me Jugosllavinë dhe historia është e qartë pasaj nga kjo pjesë e prishjes së marrëdhënieve edhe tu. Nga 52-shi e mbrapa, që Shqipëria deri në 52-shi ka qenë afër me Titon, me Jugoslavët, Popović, në 1948 jam prishur marrëdhëniet. Them nga 1950 e mbrapa, çfarë ka ndodhur në qasjen Shqipëri-Kosovë? Teorikisht ne mbështesnim Kosovën, por nuk kishim fuqi as ekonomike, as politike, as ushtarake për të bërë ndonjë veprim konkret. Dhe Kosova, siç u thash, në Jugosllavi trajtohesh si komb i dorës së dytë nga të gjitha drejtimet. Dhe është ndjekur dhe një politikë që t'u jepet mundësi kosovarët të ikin, ta braktisin vendin, të shkojnë në emigracion dhe të zvendësohen me kolon serb. Kjo politikë është ndjekur deri në 1966. 1966 ju hoqën dhe ndonjë të drejtë që kishin kosovarët dhe ministri i brendshëm Ranković i asaj kohe ka bërë reprezalje në Kosovë. Dhe u acarua gjendja në vite 66-67, duke parë këtë politikë shumë të ashpër të Beogradit ndaj popullsisë shqiptare në Kosovë. Në Shqipëri lindi ideja që duhet mendojmë seriozisht për të ndihmuar Kosovën në forma të ndryshme. Dhe këtu është hedhur për herë të parë ideja e krijimit të një organizimi, qoftë politik, qoftë ushtarak, që t'i vim në ndihmë Kosovës. Në cilat vite? 1968. Filloi ju diskutua. U është diskutuar ky problem. Kishte lojë ose kishte futje gjendurore të Shqipërisë Kosovë? Po, ne merrim shumë informacion për të gjithë gjendjen politike dhe ekonomike të Kosovës. Shërbimet tona të fsheta kanë punuar dhe mbanin në shtetin në informacion të vazhdueshëm gjatë gjithë kohës. Dhe acarimi që ndodhi në këto vite 66-67 filloi të zbutesh në vitin 1970. Sepse Tito e pa që u acarua gjendja dhe natyrisht do gjente edhe një shkaktar, siç gjendet zakonisht në diktaturë, dhe këtë punë ka bërë Rankovići. Rankovići u përjashtua nga byroja politike dhe u morën masa iku dhe nga ministri i brendshëm, dhe Kosovës ju dhanë disa të drejta të cilat u konkluduan me Kushtetutën e 1974, kur Kosova u njoh si njësi administrative autonome, që ju dha titulli krahin autonome, kësaj dhe Vojvodinës, por jo republikë. Sepse republika kishte dhe në statusin e saj dhe mundësinë e vetë shpalljes. Dhënia e këtij statusi Kosova e qetësoi, si të thuash, gjendjen. Dhe edhe në Shqipëri u frenua kjo tentativa për të organizuar një diçka, një organizat ose një parti politike për Kosovën. Dhe u gjetën rrugë të tjera. Filloi bashkëpunimi me këtë krahinën e Kosovës dhe në 1970 kemi krijimin e Universitetit të Prishtinës. Ka rol Shqipëria aty? Më falni? Shqipëria ka patur rol? Po,
dhe u shikua si një nga rrugët për të ngritur ndërgjegjen kombëtare në Kosovë, arsimimi. Ngritja e universitetit, shkolla shqipe e të tjera, dhe prej këtej veni një sasi e madhe literature, edhe gazetat e tjera që Kosova të gjallërohesh. Dhe duke u plakur Titua dhe duke shkuar drejt fundit të jetës së tij, edhe ato periudhat e fundit të Forcimi i klanit serb pastaj, se Tito ka qenë kroat për ata që ndoshta nuk e di. Problemi doli në 1979 kur Tito u smur dhe hapi probleme me të gjithë komshit rreth rrotull, Shqipëri, Bullgari, Rumani, Hungari, të cilët kishin popullsitë e tyre në Jugosllavi. Dhe secili do interesohesh për problemet e veta. Njëkohësisht, sëmundja e Titos vuri në lëvizje dhe perëndimin dhe NATO-n. Çdo bëhet sepse Jugosllavia kishte marrë një borxh shumë të madh nga bankat perëndimore. Në 1980 Tito e la Jugoslavinë me $22 miliard borxh. Ndërsa krau tjetër, Bashkimi Sovjetik, e donte si aleatin e vet. Dhe të gjithë tani ishin fokusuar tek gjendja shëndetësore e Titos. Me një fjalë, sëmundja e Titos i bëri me dhimbje koke të gjithë këto vende. Dhe në këtë kohë u hodh ideja që Tito është duke vdekur, nuk di se çdo bëhet mbrapa, mund të destabilizohet Jugoslavia dhe Shqipëria duhet të ishte gati për një ndërhyrje që t'i vinte në ndihmë Kosovës, se nuk e dinte asnjëri se çfarë do ndodhte. Do vazhdonte një rrugë paqësore. Pra në vitet 1980 flas. 80. Dhe kështu u ideua përgatitja e një force politike që mund dilte në formën e një partie në mbrojtje të Kosovës, ose krijimi i një force të armatosur në formën e gueriljeve. Dhe në 1980 ne kemi elementet e parë të kësaj ideje. Në Shqipëri vinë kosovar, militant, aktivist të ndryshëm, duke përfshirë Jusuf Grëvallën e të tjerë që... Jusuf Grëvalla, kush ka qenë? Për ata që nuk e dim, flasim për ndoshta një gjenerat të re. Mund të themi... Se ne kemi lexuar, unë e kam... Mund të themi që ka qenë udhëheqësi i parë i asaj që u quajt më vonë UÇK. Pra, ai ka... Dhe Adem Jashari në çfarë vite ka? Adem Jashari doli në vitin 1990. Pra, është një gjenerat më vonë. Më vonë. U mendua Jusuf Grëvalla ka qenë në Shqipëri bashkë me bashkëpunëtorët e tij, mori idetë e para se si do organizohesh lëvizja në Kosovë dhe do piketoheshin çështjet kryesore të kësaj lëvizje. Dhe ai ndofta është takuar me Enver Hoxhën ose të tjerë këtu, ka ndonjë farë kohe dhe pastaj këta shkuan në perëndim ku krijuan, si të thuash, bazat e tyre për një lëvizje çlirimtare në Kosovë. Natyrisht, shërbimet e fshehta jugoslave nuk i lejonin këto dhe i ndiqnin. A kishin informacione dhe ato? Ata i ndiqnin elementet kosovar që merreshin me këtë punë. Dhe arritën të i azgjësojnë Jusuf Grëvallën, të vllajin, Kadri Zekën, në Gjermani. Ata kishin një farë kohe që i studionin ku rrinin, çfarë bënin, këta konin e tjerë, dhe i eliminuan. I eliminoi UDB-ja, shërbimi i fshehtë jugoslav. Kam parë shumë... Dhe ka goditur dhe shumë element të tjerë kosovar në Gjermani, në Zvicër e tjerë, që mos lejonte të ngriheshin dhe të forconin një lëvizje të rregullt çlirimtare në Kosovë. Në këtë kohë, kur ishin këto diskutime, Enver Hoxha i jep direktivën me Meçeut që të përgatitet një plan për ndërhyrje në Kosovë.
e cila... Pra e kemi zyrtare këtë. Kjo është zyrtare. Se ka shumë thonë kritika që Enver Hoxha shiti Po ashtu, për të folur është shumë më thjesht, sidomos flasin ata që nuk kanë asnjë njohuri në këtë drejtim, ose me qëllim të keq, ose nga padia. Në fundin e 1979-s, kur po pritesh të vdiste Titua, filloi përpunimi i këtij plani dhe zyrtarisht plani filloi në 13 janar 1980 dhe ju vu emri shpërthimi. Punuan në drejtimin Mehmet Shehu, 2 nga ekspertët më të mirë që kishim ne asaj kohe, me një numër, domethënë shumë pak njerëz në mënyrë që të ruaj sekreti absolut i këtij plani. Ka qenë Malisa Dushi, zëvendës ministri i asaj kohe, dhe Veli Llakaj, shefi shtapit të përgjithshëm, të cilët në konsultë të vazhdueshme me Mehmet Shehun përpunuan dhe përgatitën planin shpërthimi. Çfarë parashikonte ky plan? Plani parashikonte që në një rast destabilizimi në Kosovë, qoftë politik, qoftë demonstrata, qoftë provokacione nga shtetet e tjera që me vdekjen e tij do të interesoheshin për të ndërhyrë në Kosovë, qoftë nga ndonjë agresion që mund të bënte Bashkimi Sovjetik për të ndërhyrë në Jugosllavi, për të forcuar pozitat e tij dhe për të vënë elementet që i interesonin atij, do krijohesh një gjendje trumbull dhe ne kishim mundësi dhe të drejtën politike dhe juridike për të ndërhyrë, për të mbrojtur popullin ton. Kjo ishte ideja. Pra duhesh gjetur një shkak ose duhesh pritur një situatë e turbullt që të justifikohesh ndërhyrja jonë. Kuksi, një ndërhyrje të vogël. Kuksi prandaj u bë i gjithi dalmi edhe pak shkurtimisht te kjo. Kuksi, siç ishte lart, ishte edhe nën tokë. Nën tokë. Aty ishin. Është akoma. Është akoma. Megjithëse janë prishur shumë pajisje e tjerë, por ekziston akoma, u ndërtuan tunele, spitale nën tokë deri te fabrikat e bukës. Pra Kuksi ishte i gjithi një qytet i ri, flasim gjithmonë. Qyteti i ri u bë, domethënë që është dhe sot një qendër e fuqishme e mbrojtur nga armët e dëmtimit në masë. Domethënë ka filluar që atëherë dhe është punuar gradualisht, kuptohet, një kohë të gjatë. Sa zgjatën punime dhe a e dinin qytetarë nuk dinin gjë, kanë folur. Deri në 1990 kanë vazhduar punimet në të gjitha drejtimet. Deri në 90. Pastaj pas 90-s u ndërpren gjithë llojet e punimeve, pastaj filloi ajo historia jon, prishja e çdo gjëje që ishte ndërtuar. Kështu plani u llogarit përfundonte gjatë 45 ditëve. Dhe çfarë parashikonte? Plani parashikonte që të ndërhynin forcat shqiptare në 3 drejtime. Forcat kryesore rreth 65% do të ishin në drejtim të Kosovës, 10-15% në drejtim të Maqedonisë dhe 10% në drejtim të Malit Zi. Ishin parashikuar që përveç ndërhyrjes tonë, aty të ishin ngritur njësitë guerilje, qetat e vogla, që do ngriheshin në rajone të caktuara dhe ishin caktuar dhe vendet ku do furnizohen, ku do u vënë armët, njerëzit që do marrin pjesë të gjitha. Nga Kosova do angazhoheshin si fillim 30 deri në 40.000 veta dhe numri i luftëtarëve vendas do arrinte 150.000 veta. Pa ky ishte plani. Ky ishte plani. Nga neve do shkonin 220 deri në 230.000 veta që do ndërhynin dhe do krijohesh një ushtri e përbashkët kombëtare për të mbrojtur Kosovën. Njëkohësisht edhe këto pjesën shqiptare në Maqedoni dhe në Mal të Zi. Një pyetje, sepse kam hasur shumë, tani gazetat nuk është se printojnë më, por kur ka qenë printi shumë aktiv dhe gazeta printoheshin, kishte shumë diskutime për etapa të ndryshme, sidomos ndihma që ka dhënë Shqipëria në krijimin e UÇK-s.
por te pjesa e vrasjes së Jusuf Gërvallës dhe eksponentëve të tjerë që ishte gjenerata e parë që erdhën u trajnuan. Këta ishin elementet e parë në Shqipëri. që Por edhe arrestimi i Hashim Thaçit, se ka shumë njerëz që ndoshta nuk e dinë, Hashim Thaçi ishte arrestuar në Shqipëri gjatë viteve 90 bashkë me legjendarin Adem Jashari. Edhe Adem Jashari kanë qenë në burg këtu. Janë arrestuar 93-94 kanë qenë në burg. Nga shërbimi sekret, nga shiku i asaj kohe. Nga shteti i asaj kohe. Nga shteti i asaj kohe. Sepse zbatoheshin porositë që vinin nga Beogradi. Këta janë element të rrezikshëm për Jugosllavinë, prandaj do i dënonin dhe i futën në burg. Pikërisht këtë pyetje kanë qenë burg. Ka patur në informacionet tuaja, se këto janë informacione ndoshta klasifikuara dhe nuk ka dokumente, por ka patur depërtim të UDB-s në rrënjët e politikës shqiptare vitet 80, 90, 2000? UDB-ja ishte një shërbim i fshet shumë i fuqishëm. Do më thënë vinte pas shërbimit të fshetë rus, KGB-s, ka dhe qenë pas në nivel. CIA-s. I treti llogaritesh UDB-ja jugoslave. Ata futeshin në forma nga më të ndryshme, është natyra e shërbimeve të fsheta për të marrë informacionet që i duhen shtetit të tij. Nuk ke pse e kundërshton ose të dashu. Po ata të themi disa të vërteta ose ai sa dihet. Domethënë kam qenë aktiv në Shqipëri ata? Kanë qenë aktiv, po këtu kishte një gjë që ata dekonspiroheshin shpejt sepse ne merrim informacione edhe nga Jugosllavia. Ne kishim shërbim të tillë që merrim të dhëna deri nga qeveria jugoslave, nga qendra në Beograd. Vinin informacione të ndryshme dhe këtu janë dekonspiruar, janë dënuar etj. Ka patur? Po, janë dënuar. Cilat vite janë dënuar nëse mbani mend? Ose kujtohen? Gjatë gjithë kohës. Tani ndërmjet dënimeve mund jenë dënuar dhe njerëz të pafajshëm, që ashtu se kanë shkuar me tjerë, por sigurimi jonë i godiste. Njëkohësisht ne kishim krijuar bazat tona informative për shembull në plani i shpërthimi llogaritesh që komandanti i divizionit të Kërçovës punonte për neve. Dhe ai kishte marrë përsipër që divizioni i tij, që ishte shumica me rezervisht shqiptar, t'i hapte rrugën ushtrisë shqiptare drejt Tetovës dhe Kosivarit dhe Strugës. Po flasim për shtetas maqedon apo shqiptar? Ai ishte shqiptar. Unë ja kam harruar emrin, ishte general. Ai kishte marrë përsipër që me ka qenë patriot. Patriot. Me sulmin e parë që do bënte ushtria jon, ai divizioni do i hapte rrugën ushtrisë shqiptare që mos kishte asnjë pengesë në. Më ngasmoj pak që thatë Shqipëria ka patur agent që punojnë për sigurimin e shtetit edhe në qeverinë e Beogradit. Po, ne merrim informacione të plota gjatë gjithë kohës. Para se të bëhesh plani i shpërthimi, Kadria Zbiu, ministri i Brendshëm, në 1977-78, më duket, bën një studim të plot të gjendjes në Jugosllavi, sepse ju thash që pritesh titua të ikte me sot me nesër. Dhe një materiali mund të ketë qenë rreth 50 faqe me fakte, me informacione të hollësishme, ish dërguar udhëheqjes së shtetit Enver Hoxhës gjendja në Jugosllavi dhe parashikimet tona me analizën që ka bërë Ministria e Brendshme të asaj kohe. Mbi këtë bazë u hodhi ideja e përgatitjes së planit shpërthimit, i cili u realizua në vitin 1980. Plani parashikonte, ju thash, 220 deri në 230.000 veta që do Sa u trajnuan tek etapa e parë, viteve në 80 dhe çfarë mund themi pas për ardhin e Adem Jasharit? Në fillim të viteve 80, ju thash që elementet e parë kanë qenë këta, duke përfshirë Jusuf Gërvallën edhe emra të tjerë që nuk dihen. Janë ruajtur. UDB-ja këta i ndiqte në çdo vend të Evropës dhe mundohesht i eliminonte në forma nga më të ndryshme siç i eliminoi. Këtu vinin elementë të tjerë. Përgatiteshin, merrin informacione, u jepeshin të gjitha mundësitë që të kishin mundësi të organizonin njësitë guerilje të vogla në Kosovë me kalimin e kohës. Kjo ishte ideja. Paralel do ngrihesh dhe një forcë politike që do vepronte jashtë shtetit, domethënë në Evropë,
si forcë politike organizuese për çlirimin e Kosovës. Dhe kanë ardhur vazhdimisht elementë nga Kosova këtu që merrin njohuri politike, ushtarake, informative, në gjitha format, teorike, praktike, të gjitha. Unë kam patur një rast në vitet, nuk e mbaj mend vetë, 81, 82, kur këtu vinin grupe të ndryshme, edhe marksiste leniniste, nga Afrika, nga gjitha anët. Po është një tjetër diskutim. Dhe ndërmjet të tjerave, merrnin njohuri edhe për armën e kimisë dhe armat e dëmtimit në masë. Dhe unë në atë kohë, me këto grupe kam dhënë mësim për lëndët helmuse. Rastisa njëherë ku ishin ja 5-6 vetë të veshur si rezervist, nuk ishim të drejtë që të komunikonim me ta, pra asnjë, vetëm bënim ato mësimet që duheshin, në i pyetje që bënin ata. Dhe ky grup e shikoj që flisnin shqip. Dhe ne s'kishim të drejtë, as të pyesnim, as të kërkonim informacion, ne vetëm zhvillonim mësimin. Ky grup ishte instaluar tek drejtoria e zbulimit tek pallati i brigadave. Ishte një aneks aty ku ishte radio zbulimi, kishte edhe një bibliotekë shumë të mirë atje, dhe unë shkoja shumë herë atje te biblioteka se kishte libre nga më të ndryshmet për të lexuar. Kisha edhe shumë shokë që kishin mbaruar paralel me mua matematikën, fizikant, aty si punonin elektronistë, inxhinier elektronistë që punonin në radio zbulim. Dhe aty ishin dhe këto grupet, mund të ketë një grup i parë, rreth 5-6 veta më duket, asaj koha. Dhe më vonë mendoja që këta duhet ishin kosovarë. Në atë foluri nga gjitha aty, por pa i pyetur dhe pa kërkuar informacion lartë. Do me thënë, në vitet 80 janë përgatitur element të caktuar këtu që të ishin të gatshëm nesër pas nesër për ngjarje në Kosovë. Vim të vitet 90 dhe te Adem Jashari, që ishte ndoshta një nga njerëzit i cili ishte luftëtar, shumë trimi, pa hepur dhe jetën. Çfarë mund themi për trajnimin e tij dhe vitet 90? Pas viteve 90 këtu filluan të vinë grupe të mëdha, 50-60 veta. Adem Jashari ka qenë në grupin e tretë. Dhe stërviteshin në Zallher, tek regjimenti i zbulimit, në Biz, edhe në vende të ndryshme, bënin stërvitje nga më të ndryshmet. Do me thënë, ata punonin dhe në rolin e ushtarit, në stërvitje, në të gjitha, dhe në rolin e komandantit. Merrin një njohuri të rregullta, të mira. Në grupin e tretë ka qenë Adem Jashari. Pastaj këta rrinin 1 muaj, 2 muaj, iknin. Shkonin në Evropë ose në Kosovë, vinin grupet e tjera dhe mori lëvizje, u hodhën themelet e UÇK-s në atë kohë, gradualisht. Dhe në vitin 93-94 këtu ka qenë dhe ashim thashë që investimi i tyre si ka ndodhur? E mbani mend, zotja Bile, çfarë flitej në atë kohë? Hashim Thaçi është vrarë dhe një gazetar, për ata që nuk e din. Edhe një gazetar që ishte mik i Hashim Thaçit është vrarë në banesën e tij në mënyra në një formë ende misterioze, nuk është zbuluar, që ishte pjesë e grupit Kosovës. Puna ishte që mbas viteve 90, me tronditjen e Shqipërisë, agjentura jugoslave hynte pothuajse lirshëm këtu. Me mungesën e ligjit e të gjitha problemet që psoi Shqipëria mbas vitit 1990. Dhe kështu ata ndiqnin elementet kryesor të lëvizjes çlirimtare të Kosovës. Dhe arrestimi i këtyre krerëve të UÇK-s është bërë me kërkesë nga Beogradi. Ali Uka ka emrin, gazetari, se doja ta thosha, nuk po më vinte për momentin. Po, unë e kam dëgjuar këtë emër dhe në atë kohë ne kemi patur një shërbim të fshetë të degeneruar. Ky shiku jon i atyre viteve është njolla më e zezë në historinë e shërbimeve të fsheta shqiptare.
sepse unë gatërrua me shumë probleme, ishte një shërbim informativ, jo për shtetin, por në shërbim të politikës personale. Në shërbim të Zotit Berisha ka qenë. Pik muhabeti, për shërbim personal. Me ish-drejtorin Gazetede. Dhe Gazetedja ishte një shërbëtor i tillë që zbatonte urdhrat e shefit. Nuk e kishte asnjë ide për një shërbim informativ kombëtar. Ka qenë në Fakultetin e Shkencave, në degën e matematikës. Dhe gjatë gjithë kohës ai ka punuar kundër Shqipërisë, pik muhabeti. Derisa u lidh me islamikët dhe fundamentalistët e Teheranit. Edhe ajo ka qenë në vërtet? Po. Si përjetoni ti në ato vite, zot Memusha? Ju kishit shumë njohuri për çështjet e sigurisë, ushtria, kundër zbulimi. Puna e parë, për shembull, institucioni jonë u godit, që në fillim. Ku keni qenë ju atëherë? Laboratori qendror i kimisë. Ishte laboratori i studimeve. Po përse u goditët? Puna e parë duhet thënë u goditëm nga ignoranca që erdhi në shtet. Ata që erdhen në drejtimet e Ministrisë Mbrojtjes, është pak të them që ishin ignorant. Dhe ata ne patëm debate shumë në atë kohë sepse se kishin iden, Ministri Mbrojtjes Zhulali se kishin iden se që ishte laboratori i ushtrisë. Megjithëse duke i dërguar raporte e tjera, as i lexonte, as ai as ndihmësit e tij. Dhe ishte u hodh ideja që ky laborator duhet prishet se nuk i duhet asnjërit. Në kohë NATO ka kërkesë shumë të rëndësishme. Laboratori tani është në mbrojtjen e NATO-s dhe personalisht të Amerikës. Në mbrojtjen dhe funksionimin e lufta biologjike është gardës kombëtare të New Jersey. Është laboratori sot i paprekur. Po kthemi... Se ti ishte me mendjen e këtyre, atje do kishim mbjell patate. dhe nuk është shaka kjo. Kthehemi pak tek arrestimi i Ademesharit Hashimthachit, si e përjetuat në atë kohë dhe si shikoni gjithë këto ngjarje të cilat precipitonin me kaq vrull. Ne kuptonim këtë gjë që u krijua një Republikë e Kosovës, një që si avarte asnjëri dhe Bujar Bukoshi e tjera, kishte edhe një ambasadë këtu në kryeministrin ton, ishin ca zyra që shërbenin për ata dhe kjo Republikë gjoja kishte edhe ushtrinë e saj, Farkun, forcat armatosore të Republikës së Kosovës. Që desh ka patur një përplasje me haklet e Tropojës e ndaluan, mos gabojmë. Dhe mendojshin që kjo qeveri nesër pas nesër do të ketë dhe një forcë armatosur që i duheshin dhe kishin krijuar elementet e vet. Dhe nuk donin asnjë forcë tjetër kundërshtare që të punonte për Kosovën. Sepse ishte hedhur teoria, ajo që quhet çlirimi paqësor i Kosovës, një ide gandiste që kishte Ibrahim Rugova që ne do çlirohemi nga Serbia në rrugë paqësore, duke bërë proklamata, shkresa, e tjera, budallëqe të kësaj ashtu. Pse nuk mund të funksiononte kjo? Nuk mund të funksiononte aq më tepër në strukturën e Jugosllavisë. Jugosllavia ishte një shtet diktatorial për kombet e tjera, ku Serbia ishte ajo që bënte ligjin. 70% të forcave të armatosura komandoheshin nga oficerë serb. 30% ishin të tjerët. Dhe ligjin atje e bënte Serbia. Me ardhjen e Miloševićit në fuqi në 1989, Miloševići i hoqi çdo të drejtë Kosovës. Çdo të drejtë ligjore që e kishte siguruar me atë kushtetut të cunguar të 1974 ja fshiu fare. Dhe kjo e acaroi shumë gjendjen. Krijimi i kësaj republike fantazëm, që s'pati as jetë, as e njohti njeri, as kishte ndërmend njeri për ta njohtur, bëri këtë që i kërkonin shtetit ton këtu që
të eliminonte këta kundërshtarët, siç ishin Adem Jashari e plot të tjerë, figura Pra të tjera. këta e kanë bërë këtë lojë. Ta e kanë bërë. Bile, është një letër ku këta të kësaj Republike të Famshme i kanë dërguar presidentit Clinton. Çfarë i thonë? Ajo është publikuar. Letra ku ata i kërkojnë që të mos njofi UÇK-n, të mos mbështesi këta shimthashëre Adem Jashare tjere, po të njofin këtë qeverinë e Bujar Bukoshit. Do më thënë një... Dhe u morë parasysh shumë pak. UÇK-ja u shpall organizat terroriste nga Departamenti i Shtetit dhe më pas u hoq. Pra ka dhënë ndikim, ndoshta. Për mendimin tim jo. Sepse në 1993 Amerika vendosi e planifikoi që Kosova do shkëputesh. Në një formë, në një tjetër. Filloi lufta në Bosnjë, në Kroaci, dhe ju kërkua elementëve shqiptar që të fillonin luftën në 93-shin në Kosovë. Nuk kishim përgatitjen e duhur, e të gatshme, dhe u shkëput dhe Maqedonia si shtet më vete, dhe Serbis po i shkiste toka nën këmbë. Dhe nuk dinte ku të luftonte në Kroaci, në Bosnjë, apo të hapësh dhe një front tjetër në Kosovë. Po. Dhe kjo Republika Fantazm e Kosovës bëri që të mos fillonte lufta në ashtu. Serbia nuk ishte mundësi që të luftonte në 3 fronte. Dhe këtë e përgatiti Amerika që në 93-shin ekspertët e CIA kanë vajtur në Kosovë dhe kanë filluar rekrutimin e elementëve. Në Gjermani, BND-ja, domethënë shërbimi i fshet gjerman, filloi të përgatiste njësi kuadro për luftën në Kosovë. Kundra ishin këta Republika e famshme e Kosovës që ngatroi dynjan. Dhe në 93-shin, kur kushtet ishin ideale për ta shkatruar Serbin, Kosova nuk u aktivizua. Dhe Serbia hodhi gjithë forcat në Bosnjë. Dhe shkatroi, bëri masakrat më të mëdha, vrau 250.000 veta. Se janë ndoshta element që dihen, po për të kthyer pak tek vitet 70, 80, 90, ai 20 vjeçar. Politika shqiptare e asaj periudhë kohe ka qenë e vëmendshme ndaj situatës në Kosovë, sepse shikoj shumë kritika që u shit Kosova nga Enver Hoxha, u shit nga diktatura, u shit nga ajo periudhë kohe. Si ka qenë e vërteta? Çfarë diskutoi për Kosovën në nivelet e larta akademike ku ishit ju, por dhe mëtej? Në 1975 kemi hartimin e Kartës së Helsingit. Shtetet e Evropës e firmosën, Shqipëria nuk e firmosi. Çfarë ishte kjo kartë? Kjo u bë baza e krijimit të BE-s më vonë. Përse nuk u firmos? Në qoftë se do firmosesh kjo kartë, edhe do ishim bërë antar aktiv të kësaj shoqatës, nuk ishe të drejtë të ndërhyje në Kosovë. Sepse një nga parimet e Kartës së Helsingit ishte që kufit e shteteve nuk do ndryshojnë. Do me thënë, i hite mundësin Shqipërisë për të ndërhyrë në Kosovë. Në qoftë se Shqipëria do kishte firmosur, s'kishte të drejtë më se nga ana juridike do ishe me këtë. Shqipëria nuk e firmosi. Do më thënë që këtu shikohet që qëndrimi politik ishte që ne do të kujdesemi për Kosovën duke ruajtur momentin kur do kemi mundësi që të organizojmë shlirimin në Kosovës. Se çfarë thonë lart e poshtë, me dashje, pa dashje, me qëllim të keq, apo nga ignoranca, është tjetër muhabet. Po, një libër që është botuar nga pjesët e veprave të Enver Hoxhës, janë mbledhur pjesët e ndryshme kur ai flet për Kosovën, është një libër voluminos, kur flet qartë për problemet e Kosovës. Kam një pyetje të fundit. Tani që gjërat kanë shkuar për mirë, Kosova është shteti i pavarur, është drejt konsolidimit me problemet e veta si çdo shtet tjetër në Ballkan.
Si e shikoni atë periudhë? Pra, cilat kanë qenë gabimet më të mëdha që ka bërë politika shqiptare dhe cilat kanë qenë gjërat më të drejta që kanë ndërmarrë në lidhje me Kosovën? Pra, bëjmë një shikim të ftohtë tashmë. Shqipëria si shtet është kujdesur gjithnjë për Kosovën. Është fakt. Sa ishin mundësit konkrete të Shqipërisë, është tjetër muhabet. Ne kemi qenë shtet i vogël, në fillim kemi qenë një shtet i varfër, i vogël, pa përkrahje në Evropa, me probleme të ndryshme, dhe nuk i kishim mundësit qoftë ekonomike, qoftë politike, për të bërë një mbështetje të fuqishme të Kosovës. Aq më tepër që kishte të bëje me Jugosllavinë, një shtet i madh, i fuqishëm, por që kishte edhe mbështetjen e Evropës. Gjë Shqipëria nuk e ka patur. Shqipëria nuk e ka patur. Dhe nuk e ka. Edhe sot, lere se ç'a thonë, na krejnë bishtë në lartë e poshtë, andaj këtej do hymë në Evropë sot, do hymë pas një shekulli, ku diun. Evropa ka plane, jo të gjithë shtetet, kuptohet, po disa nga shtetet i kanë planet për zhdukjen e Shqipërisë, edhe sot i kanë zarfet gati. Cilat janë këto shtete? Pse jeni kaq skeptik në kohët e sotme? Jo, kështu është. Greqia e ka të shpallur në doktrinat ushtarake që në çdo rast mundshëm ne kufirin do ta vendosim në lumin shkumbin. Çfarë do më ti? E ka të sankcionuar me ligj. Ligji i luftës për flas. Po ligji i luftës, po, ai e kërkon deri në shkumbin. Dhe tani shikohet tani Evropa që mban ide të tilla në kasaforta që i din shumë mirë, nuk është puna që nuk i din. Serbia nuk e njeh Kosovën. Serbia është... Në pasere ka tensione... Po, ja, para disa ditësh, ajo, Ministria Jashtme bëri atë deklaratën e famshme anti-shqiptare. Po ashtu ka plot të tjerë, nuk është puna se... Kush janë të tjerët? E tha një apo dy. Çfarë na mëson historia? Historia ne na mëson që Evropa nes na ka dashur asnjëherë të mirën e kombit shqiptar. Asnjëherë. Me përjashtim të Amerikës, pra. Me përjashtim të Amerikës. Po, përmendim vetëm disa raste. Konferenca e Versailles vendosi ta zhdukte Shqipërinë. Traktati i Londrës, i fshehtë i Londrës i 1915 e zhduku Shqipërinë me letra. E zhduku. Konferenca e Versailles la Esad Pashën të kishte një principat këtu nga lumi mat deri në Elbasan. Se ai donte, ai për vetet, ti bolle kisha ai për të luajtur kumar. Këto punë i ka bërë Evropa. Në konferencën e Versailles, puna është që presidenti amerikan Wilson vuri veton, Shqipëria tha nuk do të lëvizi, pik muhabeti. Unë kam një vot, tha, dhe e kam për Shqipërinë. Anglia dhe Franca përballë vetos Wilsonit ngelen dhe u detyruan ta braktisin edhe ato teoritë e tyre të famshme dhe të njohin shtetin shqiptar të 1913. Pavarësisht se i cunguar, po të paktën do ekzistonte si shtet. Po ne duam të shkojmë në Europë, zotja Bilaj. Si shpjegohet? Ju jeni shumë skeptikë, shoh. Evropa ne do na asimiloj. Kjo është ideja. Do na asimiloj brenda Evropës. Nuk do ketë kom shqiptar, ta them unë që nuk është. Sepse ka një shqiptarofobi nga Evropa. Kryesisht nga Franca, më pak nga disa shtetet të tjerë, por që ekziston në mënyrë të qartë, sepse Franca gjithnjë ka mbështetur Greqinë për interesat e veta, politike dhe ekonomike, dhe Serbinë. Ndërkohë Shqipëria ka patur një raport të mirë me Austro-Hungarinë, pra që ka bëj Gjermani, Austri. Me shtetet e Evropës qendrore ne kemi patur gjithmonë përkrahje. Edhe Italianë, patjetër që kemi favor. Plani Austro-Hungarisë ishte që Shqipëria të ishte 61.000 km2. Do me përfshi Kosovën e tjera me radhë. Gjë që nuk u arrit, sepse u kundërshtua nga Rusia, Anglia, Franca, Italia, të gjithë me radhë u kundërvun
dhe çoi edhe në luftën e parë botërore kjo përplasje politike e tyre. Shumë çështje na dalin nga diskutimet tona që lidhen me historinë, lidhen me raporte ndryshme që Shqipëria ka patur, por erdhëm në fund. Unë të falenderoj shumë zotja Bila që ishe pjesë dhe jam i sigurt do marrë shumë vëmendje dhe ky episod i Joni. Ne do flasim, do bëjmë edhe disa puntata bashkë, pra kemi për të folur për jashtëtoksorët, ekzistojnë ose jo, por unë dua që të bëjmë një diskutim për atë që është sigurimi i shtetit, pra, që ka qenë në vitet 45 dhe në vitet 92, sepse ka shumë mite, ka shumë akuza, por dua ta sqarojmë pak edhe këtë pjesë. Ndoshta nuk është ekspertiza juaj, por jam i sigurt ju duhet keni informacion. Po, ngelet në episodet e mëvonshme. Dakor, sigurimi i shtetit është pjesë e shtetit. Patjetër. Dhe është një mekanizëm që e ka çdo shtet. Nuk është puna që kemi pat neve. Të gjitha, absolutisht. Shërbimet e dhe kanë akoma shërbime inteligjente quhen. Shërbimet e fsheta i ka çdo shtet. Jo vetëm shtet, po edhe një kryetar fisi në Afrikë i ka një 5 veta që kujdesen për të, për familjen, për sigurinë. Mirë, mos i themi gjitha. Ta lëm për episodin e radhës. Pra ne nuk kishim përse të dalloheshim nga të tjerët. Shtetet e mëdha kanë shërbime të mëdha, sepse i financojnë, janë në gjendje të blejnë, të krijojnë agjendë në çdo vend të tjerë. Ne kemi patur një sigurinë që na duhet për mbrojtjen tonë. Dhe mbi të gjitha nuk ka organizma shtetëror të cilët janë të pagabueshëm, gjithë gabojnë. Asnjëherë. Kështu që ky është diskutim tjetër. Zotja Bila, faleminderit, kënaqësi. Edhe unë ju falenderoj për bashkëpunimin. Erdhëm në fund edhe të këtij episodi të Albania Newscast. Jepni komentet tuaja, bëni gjithashtu edhe subscribe në kanalin ton. Ne do të vijojmë edhe do kemi tema tilla me zotin Abilaj, por edhe me të ftuar të tjerë për të folur për ato episode që ndoshta me kalimin e kohës vrulli i përditshmërisë na ka bërë që t'i lëm pas dore ose një pjesë ndoshta edhe nuk i di, por është mirë që ta kujtojmë historinë për të mos i përsëritur gabimet që kanë ndodhur në të kaluarën, ti përsërisim në të ardhmen. Shihemi në episodin e radhës.